Postimi I radhës është kjo në ka kap ketëve këto Facebook-ashve, Instagramit e keni shkru kështu. Sot më shumë njerëzit mundohen të tregojnë të tjerëve se janë duke u kënaqur në jetë, se sa që mundohen të jenë të kënaqur në të vërtetë. Kjo është problemi. Është jeta publike e njerëzve edhe shfaqja e të mirave publikisht. Megjithse a janë, a nuk janë, a është mandej një temë tjetër. Do me thonë, jo çdoherë ashtu si duket, ashtu është. Së është ashtu. Mirë, po sot njerëz, një pjesë e madhe, ndoshta jo krejt, një pjesë e madhe e njerëzve e kanë shumë me rëndësi me shumë më ju tregu tjerëve se unë jam mirë. Edhe nëse s'jam kaq mirë. Do me thonë, nuk është me rëndësi unë të jem mirë. Me rëndësi është tjerët ta dinë që jam të kënaqur. Ajo është, do me thonë, tash për atë çdo sen duhet publikohet. A ke po, ata që jetojnë për vete, për të jenë të kënaqur, të lumtur në jetën e tyre, për vete, jo për tjerët, nuk I publikojnë. Shkon kënaqur. Ja nuk e ban publik. Shembull ka qenë pushim. Po. Pushim halal, pushim veror, halal. Ka qenë pushim edhe është kthy. Edhe ti se ke marrë vesh. S'ka postuar as në fot. As unë se kam marrë vesh. Ky jeton për jetën e vet. Ose për familjen e vet. Ndoshta ka bo foto, nuk I nxjerr. Ama një pjesë e njerëzve me shku në pushim mos me nxjerr, ai duket sikur s'ka shku, po për çka me shku atëherë? Pse me shku në pushim? Pse me shku në pushim edhe mos me nxjerr? Atëherë sikur ka të shkejt pushimi. Ose ndoshta shkon edhe skalon mirë. Ama fotot janë fotot më të mira. Fotot janë më të mira. Brendia ndoshta është shumë më dobët. Dhe kjo nuk është patjetër në pushim, kjo ndodh ndoshta të e pini kafe dikund, ose një raport me dikant, ose po njerë dëshirojnë me bë publike atë pjesën më të mirë. Shembull brenda 24 orëve, ndoshta më të mirat I ka 5 minuta. Çato mi bë foto mi nxjerr. Edhe mi u tregu tjerëve që çka shkakton kjo. Kjo është shumë e damshme. Unë e bile në një prej rasteve kam thonë kështu, mandej të kaloj çka shkakton. Në një prej rasteve kam thonë, ma herët është thonë mos fillo me ngron pa bo bismillah. Tash them mos fillo me ngron pa e bo një foto. Dhe kjo është ajo rëndësia kujt edhe sa I kushtohet. Mirë, çka shkakton kjo? Për mendimin tim kjo shkakton shumë dëm. Për çfarë arsye? Jo krejt njerëz e kanë jetën e tillë. Jo krejt njerëz. Dhe tash, filani të shet ti je kon pushim. Të sheh mandej një restorant duke ngrënë darkë. Të sheh një foto tjetër duke pi kafe. Të sheh në rregull. E sheh tjetrin, po edhe ashtu. E sheh tjetrin edhe ashtu. Kjo çka shkakton? Kjo shkakton xhelozi. Dhe kur hin xhelozia te njerëz, ti e ke pas, sidomos tash me këto përveç tyne që I përmende, Facebook, Instagram krejt, edhe janë këto statusat në WhatsApp. Po, nuk e përdori. Zakonisht familjar ti shohin. Këto të WhatsAppit, as nuk I postoj asnjëherë, as nuk I shikoj asnjëherë. Ja nuk I shikoj, nuk I përcjell, s'ka mundësi mi përcjell. Mirë po. Çka bën njerëz? Sidomos brenda familje. Dhe tashin dhe sheh, filani në familje pas ka dalë në darkë, mirë. Filani tjetër ka dalë me pi kafe. Filani ka shku misafir. U kënaqën këtë. Ky ku është? Krejt u kënaqën edhe unë në fund mbeta. Dhe kjo është sidomos gjithashtu, kanë e grave, se gra do t'i shohin tash. Filanja ka shku në darsëm, filanja ka shku në restoran, filanja me burin e vet, në pushim, filanja mirë, mirë. Po krejt more pas kanë dalë, krejt u kënaqën. Unë ku jam, valla unë në shtëpi që tu bo buk. Ose tu laj, tu fshi. Kjo çka shkakton? Pik tu starton problemi. Fillon xhelozia një herë nga ana tjetër, se s'mundesh me mri, tjerët këtë janë mirë, unë s'jam mirë, s'mundesh me mri. Fillon xhelozia edhe fillojnë problemet. Fillojnë problemet me njëri tjetrin. Xhelozia çka shkakton? Xhelozia shumë e rrezikshme. Xhelozia, ai I cili don të jetë I mbrojtur, kjo është mesazh, ai I cili don të jetë I mbrojtur nga xhelozia e dëmshme, duhet mos ban publike
gjërat private të jetës tij. I të fol për mësyshin apo? Po jam të fol për mësyshin, edhe është e rrezikshme. Sa për njerëzve sot kanë probleme, mandej lipin rukje, lipin zgjidhje në rregull. Ti e ki fajin vet. Ke postu foto. Po ti e ki fajin vet. Po pse unë? Po ti ke nxit me njerëz me xhelozu. Ti ke nxit. Ndoshta dikush s'don me xhelozu, se s'ka kur gjë. Ti me qëllim. Lutem mësina çtu trego rrezikun e mësyshit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam apo që mësyshi e varrosni, do të thonë deri në vdekje. Deri në vdekje. Deri Do të çfarë rrezik mundet me kon postimi fotografive. Unë mendoj që ka shumë raste edhe të problemeve fizike. Jo shpirtërore. Mos flasim shpirtërore. Problemeve të fizike. Mendoj që ka fëmijë që nuk flasin, nuk munden me fol mirë. Shkaku i mësyshit. Në qartë, po. Pse? Krejt familja sytë. Ka njerëz të cilët kanë pasoja tjera, shkaku i mësyshit. Dikush mundet me ju duket njerëzve në disa raste, këto janë me fakte. Me fakte, sahabi ka qenë, ai i cili ka dalë, lëkurën e ka pas pak më të bardhë, më të bukur. Po. Dikush tjetër kur e ka pas habit, çfarë trupi, çfarë lëkure, pak më ndryshe, njeriu ti ka rat fikt. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kanë mendojni, kanë de e fajsojni, filanin ja Rasulallah. Pastaj ka urdhëru që të merr ujë, të merr abdes, ta pastrojnë karën vete. A ndikojnë, po tash ti për mos me ndiku, për mos me i pas këto dome të mësyshit, të xhelozisë, të krejt tyre, fshihe jetën tënde private, mbuloje. Kënaqur me familjen tënde. Mos ta dimë gjithkush. Që mu shtëpi e di gjithkush, tash më mbulu shtëpinë. Mirë. Ama gjërat brenda shtëpi, mundesh me mbulu. Nuk ki nevojë mi tregu kujt për të mirat e tua. E pastaj del, nuk del, ban, nuk ban, krejt ato që i ban. Po ato janë për ty, mbuloj. Në momentin që i shfaq, i publikon, priti probleme. Çka është e keqja? E keqja është që disa prej njerëzve janë të gatshëm, ti përballojnë. Krejt problemet veç me arrit qëllimin me u tregu njerëzve që ne u knaq. Subhanallah. Këtë ekip e di. Ne të flasin të grabat që janë TikTok në thonë. Po, edhe e di që mundet me ndodh, me pas pasoja, ose me u tregu, do më thoni pale që, edhe mendimi tjetër i atyne që i ka i natë, me u tregu që po. Ti plasi disa zemra, disa që kime arrit, kime plas veten tënde. A rrezikun më të madh kime pa vet. Por atë ai i cili është i mençur, dhe ai i cili di gjërat tamam si duhet, mundot me mbulu. Edhe nëse i ka punë pak më mirë. Mirë, elhamdulillah. Elhamdulillah, një mesatare, jo me shfaq shumë. Momentin që shfaqet shumë, vijnë edhe probleme. Allah na rujt. Amin.